Jemi në afërsi të kampit të improvizuar që të Venisenji e zbuloi disa muaj më parë. Edhe pse policia atë kohë erdhi dhe konstatoi se këtu nuk gjendet asnjë refugjat, tash mund ta shohim, mund të dëgjohen zërat dhe do të shkojmë atje ta shohim se a ka emigrant. Kjo është rruga e vështirë të cilët emigrantët e kalojnë çdo ditë për të arritur deri tek kampi i tyre improvizuar. Është një terren shumë i vështirë për të ecur dhe temperaturat janë mjaft të larta, mirëpo ato e kanë patjetër të zbresin deri në fshatrat poshtë për të marrë ushqim dhe përsëri kthehen lart. Don't be afraid, my friend. Wait. Kushte shumë të këqija higjienike. Megjithatë, këto tendat e improvizuara janë shtëpi për disa emigrantë. Mund të vret se kanë shumë frikë dhe në bazë të asaj mund të konstatojmë se ata kanë përjetuar trauma të mëdha derisa kanë arritur këtu. Duke menduar se jemi pjesëtar të forcave të sigurimit, ata e lanë të gjithçka çka patën e lanë në këtë kamp dhe u larguan malit. Mund të shihni se edhe e lanë edhe ushqimin. Në bazë të asaj se sa po gatuan apo sa ushqim po përgatitin, mund të themi që bëhet fjalë për një numër të madh të imigrantëve. Ata kanë improvizuar dhe kanë ndërtuar një depo të ushqimit. Mund ta shihni se në bazë të kësaj mund të themi që ata kanë planifikuar që të qëndrojnë këtu më gjatë. Mund të shihni se në këtë depo të ushqimit, ti themi depo të ushqimit të improvizuar, ka më shumë ushqim. Do të kthejmë ashtu si ishte, mos të mendojnë se kemi marrë diçka apo se duam që bëjmë diçka. Është shumë nxehtë. Kjo tent e improvizuar mund të ishte një vend shumë i mirë për të pushuar nëse do të binte shi, po në këto kushte kur temperaturat janë shumë të larta, nëse hyni këto brenda, era, aroma shumë e keqe, është shumë nxehtë dhe nuk besoj që do të mund të qëndronit më shumë se 2 minuta në këtë vend. Kushtet të ngjashme ka edhe në tenda tjera. Do të mundojmë, mund të shihni se kanë lënë gjithçka. I kanë lënë edhe kapucët dhe janë larguar nga frika. Tash do t'ju tregoj edhe disa tenda të vogla të cilët emigrantët të cilët udhtojnë të vetëm i kanë ndërtuar për vete dhe ku ata e kalojnë ditën. Mund të shihni edhe vetë se si emigrantët e kalojnë natën. Mund të shihni këtu brenda ka insekte. Është një vapë shumë e madhe, po megjithatë të gjitha këto tortura emigrantët i durojnë me qëllim që të qëndrojnë këtu sa mundën që dhe ta presin grupin tjetër të bashkohen, sepse kufini mund ta kalojnë vetëm nëse mblidhen në më shumë grupe. Ja, dhe këtu është njëjtë. Shikoni. Sigurisht ndonjëri prej tyre natën e ka kaluar këtu. Mund të shihni edhe nga mbeturinat që janë këtu. Ne do të largohemi nga këtu sa më shpejt, sepse ata kanë filluar që ta përgatitin ushqimin. Nuk duam që
që u digjet ushqimi sepse ishte një sasi e madhe. Do të largohemi me qëllim që ata të kthehen dhe të vazhdojnë të hajnë ushqimin. Edhe pse nuk arritëm të zhvillojmë bisedë me ndonjërin prej tyre, sepse siç u thash nga frika u larguan nga ajo që e pat mund të vreni se në çfarë kushte ata e kalojnë ditën. Kjo është e pa shpjegueshme. Mundova disa herë t'ju tregoj se ne jemi vetëm ekip televiziv dhe nuk mendojmë që t'ju bëjmë asgjë të keqe, për siç e shifni u larguan dhe përsëri i lanë gjithçka këtu prapa. Ndoshta të mësuar nga torturat që kanë përjetuar rrugës, gjithçka lën prapa dhe menjëherë largohen. Është një fenomen i pakuptimshëm. Është për t'u habitur fakti se sa mirë emigrantët e njohin terrenin. Nga kjo mund të themi se ata po qëndrojnë këtu në këto fusha një kohë më të gjatë. Ne ata i takuam poshtë të qezmje e fshatit, kurse derisa e kthyem kokën ata, ja, janë zhdukur. Megjithatë ne do vazhdojmë. Do të vazhdojmë deri në kampin tjetër të improvizuar që të Venice zbuloj gjatë ditës së djeshme. Gjatë reportazhës së fundit, ju patët mundësi që të shifni disa pamje ku emigrantët transferoheshin me traktor deri në kampin. Ja mund të shifni edhe tash se ka shenja prej gomave të traktorit dhe ato janë të freskëta. Do të thotë se edhe më shumë emigrant duhet të ketë në kampin tjetër.